është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe nga paraardhësit e mi. Ministri për Europë dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, është kritikuar për heshtjen ndaj protestave të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë zhvillimin e provimeve në gjuhën shqipe, siç parashikon kushtetuta e vendit. Ai nuk reagoi as pas raportimeve se disa studentë shqiptar u ndaluan për orë të tëra nga policia maqedonase gjatë protestave në Shkup. Sipas kritikëve, kjo heshtje lidhet me gafat e fundit diplomatike të ministrit. Një prej tyre ishte një koment i bërë në një grup ambasadorësh në WhatsApp, ku ai i u referua shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut me një gjuhë fyese. Më pas, Hoxha shkaktoi debat edhe me deklaratat për marrëveshjen Shqipëri-Itali mbi emigrantët, kur la të kuptohej se ajo mund të mos rinovohej pas 5 vitesh, duke nxitur reagimin e kryeministrit Edi Rama. Një tjetër deklaratë e diskutuar ishte reagimi i tij për trajtimin e aktivistëve të ndaluar nga policia izraelite gjatë një misioni humanitar për Gazën, ku ndodhej edhe një shqiptar. Qëndrimi i ministrit u konsiderua i vakët dhe i vonuar. Në kontrast me të, Eliza Spiropali, paraardhësja e tij, kishte mbështetur publikisht studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke përgëzuar protestën e tyre dhe kërkesën për respektimin e të drejtave gjuhësore. Kritikat ndaj Hoxhës theksojnë se ai po shmang deklaratat publike nga frika e gafave të reja dhe reagimit të Ramës.